Shkollat janë pushim dhe kjo është mundësi e mirë që të vegjëlit të argëtohen në një mënyrë tjetër nga ditët e zakonshme. Qyteti të Gjakovës Bora i ka dhënë një pamje që i kishte munguar. Bora është bërë njësh me pemët duke krijuar një tjetër shtresë në degët e tyre, një shtresë të bardhë e të veçantë. Por ata që janë gëzuar më shumë Borës dhe nuk e kanë humbur këtë mundësi për të luajtur janë fëmijët. Në një lagje të qytetit fëmijët u panë që kishin zgjedhur këtë terren për të kaluar një pjesë të ditës. Tu është shumë mirë me shit me saje me qëra dhe shumë borë, qëra shumë borë, jena knaqë të tëndë. Dalim shumë herë, e fmite më halës edhe knaqemi. Sa që bjen borë, neve s'na nalë asë mund t'i keqë, edhe në rrimë sa dojmë, s'na pëlqen mu knaqem borë. Fëmijët janë ata që më së paku i tremben në rreshjeve të Borës, përkundrazi shumë prej tyre e presin atë më pa durim. Nuk na pengojnë temperaturat e ftoftit ose nxehtë, sepse jemi të gjithë së bashku dhe nuk e ndijmë. A din se e knaqem më shumë. Njerë shasim me saja dhe me mjetë tjera, veshim edhe teshat e Borës për mos mu lagë ose diçka tjetër. Ani pse temperaturat kanë rënë, fëmijët u shprehen të entuziazmuar sepse këto ditë po i shfrytëzojnë për të relaksuar. Fëmijët i gëzohen rreshjeve të Borës, pasi që për ta është e përshtatshme sidomos për luftë me topa bore, rrëshqitje me saja dhe ndërtimin e dordolecëve.